në organizim të Agjencisë për Inovacion e Zhvillim Shkencëro-Teknologjik dhe Sipërmarrje Innova, në sheshin e qytetit të Kreshovës u mbajt aktiviteti i radhës në kuadër të javës globale të sipërmarrjes. Në një atmosferë të veçantë dhe autentike u shënua hapja e panairit të sipërmarrjes i realizuar në bashkëpunim me komunën e Kreshovës. Ky aktivitet është i treti në serinë e ngjarjeve të organizuara nga Innova me qëllim nxitjen e zhvillimit të bizneseve lokale, inovacionit dhe forcimit të ekosistemit sipërmarrës në rajon, të ndër të tjerat Maria Bogeska nga Innova. Агенцията за иновации и научно-технологски развой и предприемниštvo денеска е во Кичево, каде што го организира базарот за занајчи и традиција во култура. Со овој настан сакаме да ги поддржиме сите предприемачи, сите занајчи кои што се од овој крај и овој настан го организираме по повод глобалната недела на предприемниštvo. Оваа недела се одржува низ целиот свет и е поддржана глобално од страна на сите предприемачи. Агенцијата за иновации Innova организираше низа активности во текот на целата недела со цел да им дадеме поддршка на сите предприемачи од цела држава. I paknaqur me organizatorët u shpreh kryetari i Odës Rajonale të Zejtarëve Lulzim Osmani rreth mënyrës së organizimit të këtij eventi. Tu jam domethënë si kryetari i Odës Zejtarëve Kreshovën, ama unë kisha dhënë kritikë se organizimi i kësaj Innova kush është, shumë dobët domethënë, 6 zejtarë edhe mu shkuan prap, se as kishim përgatitur shtande, ne vetë kemi marrë ta kemi përgatitur pi kemi nxjerr. Kjo për mua është katastrofë zero. Ato presim që një orë kryetari të vije këtu na përshëndese, çdo moment duhet vije, ama organizim aq që ka organizuar kjo Innova, mendoj aq kryetari s'ka faj, domethënë shumë dobët organizimi. Domethënë nuk jeni të kënaqur me organizimin. Në organizimi dobët mos jam i kënaqur as pak. Mu më vjen keq se as kam informuar domethënë me kohë si qish kush bëhet shtande duhet i përgatisin ta, jo ne. Ne vetë kemi përgatitur, apet shiqysh herën disa. Ai po ashtu tha se disa zanate po shuhen pasi nuk ka interes nga të rinjët për të zhvilluar këto tradita, pasi edhe mbështetja institucionale ka munguar. Interesimi është, ka interesim, po njerëzit na hiken. Më dhime se mu dëgjëm që ku më ka shku, domethënë, në Gjermani, në Austri, është problemi organizimi i kretë një qyteti, një kryetari që duhet domethënë zejtarët ndihmojnë. Zejtarët, domethënë, janë një industri e vogël, një qyteti, një shteti. Nëse zejtarët nuk ndihmojnë nga ana e komunës, domethënë, s'kan për kraje. Gjenov, domethënë, ka zejtarë që janë zhdukje. Duhet çdo vit u ndihmohet, u jepet domethënë që të ekzistojnë. Vizitorët patën mundësi të shikojnë një gamë të pasur produktesh lokale tradicionale dhe punime artizanale që reflektojnë kreativitetin dhe mjeshtrinë prodhuese vendor.